Proceset e gjata gjyqësore midis dy firmave koncesionare MAPCO SHPK dhe 2A Group për veprën e aeroportit të Vlorës kanë bërë që Ministria e Energjetikës dhe Infrastrukturës të nisë procedurat për anullimin e këtij koncesionari. Sipas informacioneve, aeroporti i Vlorës duhet ishte gati në shkurt të vitit 2026, megjithatë, punimet nuk përfunduan. Për këtë, Ministri i Energjetikës dhe Infrastrukturës Enea Karakaçi la një afat 90 ditor për përfundimin e punimeve, por sërish përfundimi i aeroportit nuk u realizua. Gjithashtu sërish Ministria përkatëse la një afat 30 ditor për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet dy firmave përkatëse, MAPCO SHPK dhe 2A Group, por sërish të dyja firmat vijnë të jenë ende në procese gjyqësore. Për këtë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nisur procedurat për anullimin e koncesionarit të Vlorës. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nisur procedurat për anullimin e kontratës koncesionare për aeroportin e Vlorës. Burime për Blu Televizion bëjnë me dije se vendimi është marrë pas skatimit të afateve të përcaktuara në kontratë për përfundimin e punimeve në aeroport. Punimet në aeroportin e Vlorës duhet të përfundonin në shkurt të vitit 2026. Pas të kalimit të këtij afati, kontrata parashikonte një periudhë shtesë prej 90 ditësh për përfundimin e punimeve. Por edhe ky afat ka skaduar pa u bërë mundur përfundimi i aeroportit. Sipas burimeve, një prej shkaqeve kryesore të vonesave lidhet me mosmarrëveshjet mes dy kompanive të përfshira në koncesion, MAPCO, e drejtuar nga biznesmeni Behgjet Pacolli, dhe 2A Group, e drejtuar nga Valon Ademi. Prej fundit të vitit të kaluar, dy palët janë përfshirë në një seri përplasjesh dhe procedurash ligjore lidhur me pronësinë dhe përqindjen e aksioneve në koncesionin e aeroportit të Vlorës. Në muajin maj, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi u kishte vendosur palëve një ultimatum prej 30 ditësh për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe zhbllokimin e situatës në kantier, por pavarësisht këtij ultimatumi, konflikti mes dy kompanive nuk është zgjidhur. Përkundrazi, mosmarrëveshjet janë thelluar duke çuar tashmë në nisjen e procedurave për zgjidhjen e parakohshme të kontratës koncesionare. Burimet bëjnë me dije gjithashtu se ndaj kompanive kontraktuese janë vendosur dhe gjoba për vonesat në përfundimin e punimeve. Një nga skenarët që po shërtohet është marrja në administrim nga shteti i aeroportit të Vlorës. Megjithatë, ky proces pritet të jetë i gjatë, pasi kërkon ndjekjen e një sër procedurash ligjore dhe kontraktuale. Ndërkohë, biznesmeni Behgjet Pacolli ka paralajmëruar më herët nisjen e procedurave për arbitrazh ndërkombëtar ndaj shtetit shqiptar, duke pretenduar se institucionet shqiptare nuk kanë ndërhyrë për të zhbllokuar situatën dhe për të mundsuar vijimin e punimeve në aeroport. Tashmë pritet që procedurat e nisura nga qeveria shqiptare të përcaktojnë fatin e koncesionit dhe mënyrën se si do të vijojë administrimi dhe përfundimi i aeroportit të Vlorës.